Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Si çdo ditë dhe sot jemi drejt për drejt së bashku me ju për të lutur liturgjinë e orëve, më gjithësisht mbrëmsoren. Sot është e hënë java 27 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet të marra nga java 3 e psalterit. O hy më eja në ndihmë, o Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O autori i madh i qiellit, që të mos trazojnë të përzirat, këndar rrjedhat e ujit dhe cak i vure qiellit. Me qiellor forcon vendin në një kohë për rrenjtë të tokës, që uji të zbuz flakët, të mos qaj truallin e tokës. Zbraz dash, o të rishejti, dhuntin e hirit të pashtershëm, të mos prish gabimi vjetër, me raste mashtrimesh të reja. Besimi të gjej dritën, të sjell llambën ndriquese, të të meroj gjithë kotësit, mos të shtyp as një gënjeshtër. Shfaqe o atë krejt i shejt, ti o birë barez me atin, me shpirtin ngushëllimtar, që mbretron amshim. Amen. Antifona e parë. Sytë tani lartësojmë drejt Zotit, derisa të ketë mëshirë për ne. Psalmi 123. Shpresa e popullit është në Zotin. Dy të verbër ja filluan të bërtasin. Zotri, biri Davidit, ki mëshirë për ne. Marrë nga Mateu Ungjilltar, kapitulli 20, rreshti 30. Drejt teje po i lartësoj sytë e mi, drejt teje që banon në qiell, që por si sytë e shërptarëve, drejt dorës e zotrinjave të vet, por si sytë e shërptarës, drejt duarve të zonjës së vet. Ashtu priren sytë tanë drejt Zotit hyjet ton, derisa të ketë mëshirë për ne. Ki mëshirë për ne, o Zot, ki mëshirë për ne, sepse për së tepërmi na kanë mbuluar me përbuzje. Sepse unë ngi tepër më shpirti ynë me përqeshje të të ngopërve, me përbuzje të krenarve. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytan t'i lartësojmë drejt Zotit, derisa të ketë mëshirë për ne. Antifona e dytë. Ndihma jonë është në emër të Zotit, që krijoi qiellin e tokën. Psalmi 124. Ndihma jonë është në emër të Zotit. Një natë Zoti i tha palit në vegim, mos u tremb, sepse unë jam me ty. Marrë nga Veprat e Apostujve, kapitulli 18, rreshti 9 dhe 10. Po të mos kishte qenë Zoti me ne, le ta pohoj ballafaqe Izraeli. Po të mos kishte qenë Zoti me ne, kur njerëzit u ngritën kundër nesh. Atëherë do të na kishin përpyer gjallë, kur u mori flak zemrimi kundër nesh. Atëherë ujet do të na kishte marrë, rrjedha për ojt do na kishte marrë, do na kishin mbytur valet e ujrave të tërbuara. Qoftë bekuar Zoti, që s'na dha kafshat për dhëmbët e tyre. Shpirti ynë shpëtoi si trumcaku prej gracke të gjuetarve. Laku këput e ne shpëtuam. Ndihma jonë është në emër të Zotit, që krijoi qiellin e tokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ndihma jonë është në emër të Zotit, që krijoi qiellin e tokën. Antifona e tretë. Ati na zgjodhi në Krishtin që të jemi bijtë e tij. Kënga krahasoj Efesianëve kapitulli 1 rreshta 3 deri në 10,
hyji shpëtimtar. Qoftë bekuar hyji ati Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtrar në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer para Tij në dashuri. Ai na paraqenoi për vete, të jemi bi në shpirt në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të Tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit. Në të, në saje të gjakut të Tij, e fituam shpërblimin. Në të na u falen fajet me anë të begatisë së hirit të Tij, të cilin hyje ndikoi në ne bashkë me çdo urti e kuptim. Ai na vuri në dieni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të. E kur të plotsohej koha, të vërë çdo gjë në kryesinë e Krishtit, të gjithë qencit që janë në qiell e në tokë. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ati na zgjodhi në Krishtin, që të jemi bijtë e Tij. Leximi i shkurtër nga Jakobi, kapitulli 4, rreshtat 11 dhe 12. Mos flitni keq njëri për tjetrin, o vëllezër. Kush flet keq apo gjykon vëllain e vet, ai flet keq për ligj dhe e gjykon atë. Po e gjykove ligjin, nuk je zbatues i ligjit, por gjykues. Vetëm njëri është ligjdhënës dhe gjykues, ai që mund të shpëtojë dhe të bjerë. E ti, kush je që gjykon të afërmin tënd? Të përgjigjemi së bashku me përgjigjen e shkurtër. Më shëro, o Zot, kam katnuar. Unë thash, hyji im ki mëshirë për mua. Më shëro, o Zot, kam katnuar. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Më shëro, o Zot, kam katnuar kundër Teje. Kënga ungjillare Magnificat. Antifona. Shpirti im e madhëron Zotin, ai shikoi me pëlqim mbi shërbëtarën e vet të përvojt. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im e harej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtarën e vet të përvojt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua, hyj i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri e Tij. Mëshira e Tij brezni me brezni për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrezoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvojturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duarthat. I ndihmoi Izraelit shërbëtarit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati i premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasarseve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shpirti im e madhëron Zotin,
Ai shikoi me pëlqim mbi shërbëtarën e vet e të përvojtur. Lutjet e besimtarve. Krishti dëshiron që të gjithë njerëzit të shëlbohen. Të lutemi që të përmbushet plani i mëshirës së Tij, duke u përgjigjur të gjithë së bashku. Tërhiqi të gjithë tek vetja, o Zot. Bekuar qofsh, o Zot, sepse na lirove nga rubrimi i mëkateve me gjakun tënd të paqëmueshëm. Na jep lirinë dhe lavdin e fëmijëve të Zotit. Të lutemi. Tërhiqi të gjithë tek vetja, o Zot. Hirin tënd jepja i peshqve tonë Dodës dhe të gjithë i peshqvive të kishës sate, që me gëzim dhe qëndrueshmëri ti kremtojnë misteret e tua. Të lutemi. Tërhiqi të gjithë tek vetja, o Zot. Të gjithë ata që përpiqen ta njohin të vërtetën, bëj që ta gjejnë dhe kur ta gjejnë, edhe më tepër ta kërkojnë. Të lutemi. Tërhiqi të gjithë tek vetja, o Zot. O Zot, bëhu mbrojtja të varfërve dhe të bregtisurve. Le ta ndjejnë afërsinë tënde dhe të afrohen edhe më tepër te Ti. Të lutemi. Tërhiqi të gjithë tek vetja, o Zot. Pranoj vëllezërit tanë të ndjerë në qytetin tënd të shenjtë, ku Ti me Atin dhe me Shpirtin Shenjtë do të jesh gjithçka në të gjithë. Të lutemi. Tërhiqi të gjithë tek vetja, o Zot. Ati ynë që në qiell u sheh troftë emri yt, art mbretëria jote. U bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtarët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Ki mëshirë, o Zot, për popullin tënd dhe falja të gjitha mëkatet që ka merituar me anën e mëkateve tona, të na largoj mëshira jote. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me Ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin e ta falenderojmë Hyjin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, kështu së bashku me ju, lutam brëmsaren e kësaj të hane, e hana e 27 gjatë vitit liturgjik C. Juftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programet tona një zë i krishterë në shtëpinë tënde. E po ashtu ju njoftoj se nesër është festa e Shën Franceskut të Asizit, ku do jemi drejt për drejt me meshën e shenjtë nga kisha e Shën Franceskut Vernakol. Zoja e bekuar ju ndihmov dhe ju ruajt. Qof lëvduar Jezu Krishti.